pastaj merrte abdest dhe shkonte në xhami për të falë namazin e sabahut. Dhe kështu që nga fillimi i hershëm i mëngjesit dhe deri në orët e vona të natës, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht ishte në shërbim të fesë Allahu te bareke ve teala. Vazhdimisht ishte, o ju vëllezërit e mi, në luftë dhe në xhihad për rrugë të Allahut te bareke ve teala. Gjatë gjithë kohës vamësonte njerëzve fenë e Zotit të Madh xhelle xhelalu. Dhe megjithatë në orët e vona të natës qoheshte përsëri që të falet para Zotit të tij xhelle ve ala. Ka në transmetime e vendoste mjekrën e tij bujare në gjoksin e tij bujar, pra në shenjë modestie dhe thjeshtësie ka shi Allahu xhelle ve ala, dhe fillonte të falet dhe të recitonte ajetet e bukura të Allahu xhelle ve ala. Aq shumë faleshte natën derisa i anjeshin këmbët. E nëna e besimtarve Aisha radiallahu ta'ala anha i thonte: "Khaffif ala nafsike ya Rasulallah", lehtësoja vetes o pejgamberi Allahut. Pra kaloi gjithë dita duke qenë në luftë dhe në xhihad, kaloi gjithë dita duke qenë në mundim dhe përpjekje për të mësuar njerëzve fenë e Allahut. Por tash në mbrëmje o pejgamberi Allahut qetësoju dhe rehatoju. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shenjë modestie ka shikti Zotit të Madh xhelle ve ala thonte: "E fala uhibbu an akuna abdan shakura", a nuk dëshiroj unë që të jem rob falënderues.